لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, çdo temë që e trajton Kur'ani është një temë e rëndësishme veçantë për besimtarin. Kur'ani në vetë përmban thesare të shumta dhe udhëzime të cilat e orientojnë njerin në atë që është më mira dhe më dobishmja për dynjan e tij dhe për ahiretin e tij. Njërën prej temave që e trajton Kur'ani dhe e përmend këtë çështje në disa vende dhe llogaritet një thesar shumë i çmuar për besimtarin, një mirësi dhe begati e madhe për besimtarin, është edhe ajetet që flasin për rëndësinë e xhamisë si një institucion në shumë më rëndësi në ndërtimin e individit dhe në ndërtimin e shoqërisë. Nëse bëhet një tubim i vogël apo një grumbull i vogël i besimtarve, menjëherë çështjen e parë kanë me mendue si ta gjejmë një vend ku ne mund të tubohemi, ku ne duhet të falim namazin me xhamat, ku ne duhet të falim namazin e xumas, ku ne duhet të marrim mësime, leksione, ku ne duhet të ushqejmë shpirtin ton dhe mendjen ton, menjëherë do të thotë muslimanët organizohen në gjetjen e një vendi për ta bërë një xhami dhe për ta bërë një vend ku ata e gjejnë qetësinë e tyre shpirtërore. Andaj xhamia, të nderuar vëllezër, që Allahu xhalla xhelalu flet për to shumë në Kur'an, lirisht mund të themi se është një institucion shumë i rëndësishëm, e ndoshta më i rëndësishëm shumë se sa shumë qendra të cilat hapen për rehabilitimin e njerëzve të cilët kanë probleme çrregullime shpirtërore, e kanë çrregullime psikike. Xhamia është ajo e cila
i mbulon këto sepse njerëzit në atë vend e gjejnë udhëzimin, në atë vend e gjejnë qetësinë shpirtërore, në atë vend kthehen nga devijimi në udhëzimin e vërtet, në atë vend pastrojnë zemrat e tyre, i zbusin zemrat e tyre me fjalët e Allahut, me udhëzimet e Kur'anit, në atë vend ata e shohin praktikisht jeta që shbohet në sipas parimeve islame, në atë vend ata e shohin vllazërinë mes njëri tjetrit, në atë vend e shohin tolerancën mes njëri tjetrit, e shohin ndihmën dhe afërsinë mes njëri tjetrit, në atë vend mbushin zemrat e tyre me iman. Andaj do të thotë një musliman i vërtet, një musliman i cili e ka dert fenë e tij, e ka dert edhe imanin e tij, ai mundohet që ta mbaj veten e tij të lidhur përmes xhamisë, sepse e din se është njëri ndër vendet që e mbush atë boshllëkun e njeriu në aspektin shpirtëror dhe në aspektin psikik. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka porosit në Kur'an, në shumë ajete, në kujdesin ndaj xhamive, në ndërtimin e tyre, me prezencën tonë, me aktivitetin tonë, me ndihmën tonë që e bëjmë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë: "Kul amara Rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid." Allahu më ka urdhëruar mua me drejtësi dhe më ka urdhëruar që të i kthehem, të i drejtohem Allahut tek çdo xhami. Fad'uhu mukhlisina lahu ad-din, dhe ta lutin Allahun Gjelle Gjelalu këto vende me sinqeritet dhe me zemra të pashta. Por me ditë se sa rëndësishme është xhamia në jetën e muslimanit, që kjo është temë që do ta shtjellojmë në disa hutbe, ndikimin e xhamisë në jetën e muslimanit, etikat që kanë të bëjnë me qëndrimin e besimtarit në xhami, rregullat që kanë të bëjnë me qëndrimin e besimtarit në xhami, ndërtimin e xhamive si institucion që mbush zemrat dhe shpirtat e besimtarëve, dhe ndikimi i xhamive edhe gjatë historisë tonë si shqiptar. Gjitha këto do t'i trajtojmë inshallah në hutbet e ardhshme. Mirë, po për me ditë si besimtar se sa ndikim ka xhamia në jetën tonë, duhet ta kuptosh fillimisht vlerën e saj. Duhet ta kuptosh se xhamia është një institucion i shenjtë. Duhet ta kuptosh se qëndrimi jot në xhami nuk është si qëndrimi jashtë xhamisë. Bisedat që i bën ti në xhami nuk janë sikur bisedat që bëhen jashtë xhamisë. Ajo çka flitet në jashtë xhamisë nuk bën flitet në xhami. Ajo sjellje që ndoshta mund të bëhet jashtë xhamisë nuk guxon të bëhet në xhami, jo e jeshme. Do ta dimi vlerën e këtij institucioni kaq të madh që Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë vlerë të madhe. Allahu Gjelle Gjelalu fillimisht të nderuar vëllezër, xhamit i ka cilësue si shtëpia të Allahu Gjelle Gjelalu. Që nënkupton shtëpia ku adhurohet Zoti, shtëpia ku besimtari e qet zemrën e tij para Zotit, ku besimtari e hap zemrën e tij dhe shpirtin e tij para Zotit. I lutet Allahu Gjelle Gjelalu: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Dhe xhamiat janë për Allahun Gjelle Gjelalu dhe mos ju lutni askujt tjetër përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Çdo gjë që lidhet me xhamin, të nderuar vëllezër, Allahu Gjelle Gjelalu e ka graduar çdo gjë që lidhet me xhami, edhe i ka dhënë një vlerë të veçantë. Edhe ecja jote prej shtëpisë tone, prej punës tone,
me ardhur deri në xhami, këtu fillon do të ndryshojë shpërblimi jot. Të shkosh në një vend tjetër, do në që është normal, nuk do të thotë që ki pa tjetër në ata hapa që i bën ti me pas shpërblim. Ndërsa shkurja jote në xhami dhe kthimi jot prej xhamis, Allahu Gjelle Gjelalu e shkruan shpërblim dhe ngritje në shkalla më të larta tek Allahu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon në xhami dhe kthehet prej xhamis, do thotë e kryen shërbimin në xhami dhe kthehet prej xhamis, do thotë është Allahu Gjelle Gjelalu do ta ngrit në shkalla më të larta. Do ta ngrit në shkalla më të larta. Pastaj tubimi në xhami gjithashtu është një moment i mirë, sepse përfshihet rahmeti i Zotit tonë. Përfshihen melaqet, rrethimi i melaqeve të atij besimtari i cili qëndron në xhami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk janë tubue në një vend, në një xhami, në një shtëpi prej shtëpive të Allahu Gjelle Gjelalu, që e mësojnë librin e Zotit, e mësojnë mes njëri tjetrit, do thotë ja mësojnë njëri tjetrit, dhe e përmendin Allahun Gjelle Gjelalu, përveç se ata njerëz do t'i përfshi rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu. Do t'i përthekojnë ata njerëz me laqet e Zotit, dhe me laqet e Zotit do t'i përmendin ata njerëz tek Allahu Gjelle Gjelalu. Do t'i përmendin tek Allahu Gjelle Gjelalu. Jo vetëm kaq, mirë po lidhja e zemrës që bëhet e besimtarit, që bëhet me xhamin, e ka një shpërblim të veçantë për dallim nga ndonjë lidhje tjetër që mund me pas besimtari në jetën e tij të përditshme. Edhe pse ndoshta je në punë, je në angazhim, je në obligimet e përditshme, mirë po momenti i parë që ty e të liron nga obligimet, synim dhe dertin e kitë xhamis. Qysh me shku me vizitue shtëpinë e Allah, qysh me fali namaz në xhami, kjo më kanë derti muslimanit. E kur e ki këtë lidhje me zemrën tane, lidhjen e zemrës tane me shtëpinë e Allahu Gjelle Gjelalu, e ki një veçori të veçan në ditë kiametit që nuk e ka njerëzit tjerë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 lloje të njerëzve Allahu Gjelle Gjelalu do t'i fut në ditën e kiametit në hijen e arshit të Allahut. Në një vap të madhe, kur ne qëndrojmë në mjedis dverës, secili prej neve që tu në xhami është shtirë me najt pak pa një freski, pa pas një klima, diçka që e freskon ajrin. E mos flasim me najti, do thot në pik dverës, në temperaturën më të lartë, pa e gjetë ndonjë hije, ka mesi ditës, e me pushu e pak. Po paramendone të ndëruar vëllezër, atë ditë kiametit kur nuk gjenë hije kur kanë. Kur nuk gjenë do thotë ku me hije edhe me fresku vetën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 persona Allahu Gjelle Gjelalu ka mi zgjedh në ditë kiametit, edhe ka me ishtinë në hijen e arshit të tij. Ka thënë wa rajulun, njëri prej tyre, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, dhe një njeri zemra e të cilit është e lidhur për xhami. Andaj të nderuar vëllezër, kjo është një temë që do ta hapim në lidhje me rëndësinë e xhamis, rëndësinë e këtij institucioni që nuk ka institucion në aspektin fetar më të fuqishëm dhe më të madh se sa xhamia. Mund të krijohen zyre të ndryshme, e drejtori të ndryshme, e kryesi të ndryshme do të që udhëhecin, mirë po si institucion i edukimit dhe i mbushjes shpirtërore, energjisë shpirtërore, nuk ka më madhe se sa xhamia. Mjafton që Allahu Gjelle Gjelalu e ka bëe xhamin me ditë se sa është fuqia e imanit ton, sa jeti i lidhur me xhamin. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Me të vërtet
Xhamijat i ndërtojnë edhe ju rrinë gati ata të cilët besojnë në Allahun xhalla xhelalu. Andaj të nderuar vëllezër, nëse Zoti të ka zgjedhur, mos u bë prej atyre që fillimisht mos u bë prej atyre që xhamin me vizituar vetë një herë në javë. Është e pakme, është shumë pak, ai minimumit është. Mu bo vizitu si xhamis vetë një herë në javë. Po mundohet do të thotë ato momente që ti i gjanë, që je do të thotë pa ndonjë angazhim, obligim, mundohet që ti frekuentojsh xhamit, mundohet që familjen tënde, evlatët e tu, me i lidh me xhami, sepse garanca më e madhe e të ardhmës së tyre është lidhja e tyre, lidhja e fëmijëve tanë me xhami, e kjo dëshmohet edhe praktikisht edhe në ditët e sotme, ata fëmijë të cilët janë të lidhur me xhami, sot krenohen familjet e tyre, sot familjet e tyre di që janë në duar të sigurta, në një objekt të sigurt, në një institucion të sigurt. Andaj, nëse Allahu xhalla xhelalu të ka zgjedhur prej atyre që ti je i lidh me zemrën tënde me xhamin, mundësisht do thotë me qenë prezent, me qenë do thotë fizikisht kur i ki mundësi, pastaj do thotë me qenë aktiv, me qenë në ndihmën e shtëpisë së Allahu xhalla xhelalu, me qenë do thotë me qenë prej atyre që kontribon në ngritjen e niveleve dhe kapaciteteve të xhamis, me të vërtetë do të kjo është një dhuntivje, një privilegj që Allahu xhalla xhelalu, dhalika fadlullahi yu'ti man yasha, kjo është dhunti, begati Allah që ja jep kujt të doj. Andaj falenderoje Allahun xhalla xhelalu për këtë. Këtu po e përfundojmë për me vazhdu inshallah me këtë temë në hutbet e ardhshme me çështjet që lidhen me xhamin. Andaj të nderuar vëllezër, lidhe zemrën tënde me xhami, forcoje ibadetin tënd në xhami, gjithmonë ta kish në mendjen tënde dhe në kujtesën tënde xhamin, ndihmën që ja bën dhe ja afron xhamis, sepse këto janë do të thotë njëna prej vlerave më të mëdha që Allahu xhalla xhelalu të ka zgjedhur dhe të ka bërë prej atyre që ti je pjesëtar aktiv, fizikisht dhe aktiv në shtëpinë e Allahu xhalla xhelalu, e ka më mirë se sa të jesh në shërbimin e asaj që Allahu xhalla xhelalu i ka trajtuar dhe i ka thënë janë shtëpijat e Allahu xhalla xhelalu, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, dhe xhamijat janë për Allahun dhe janë shtëpi ku adhurohet Allahu dhe mos adhuroni askë tjetër përveç Allahu xhalla xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.